Vetëm pak orë para prajmit të sotëm, kurioziteti se kush do të largohet me Seklit, Gjibanit, Gjestit, Valbonës, Laertit, Olës, Rozanës dhe Viserlos është tepër i lartë. Sondazhe të shumta janë hapur për të pyetur publikun se kush do të largohet, dhe përshindjen më të lartë për të larguar e ka Ola me 27% të votave, e ndjekur nga Egli me 23% të votave, më pas Gjesti me 18% të votave, i ndjekur nga Viserlo me po 18% të votave, Gjibani me 9%, më pas Laerti dhe Valbona si konkurenti vetëm me 5% të votave, dhe në fund Rozana me 0% të votave për të larguar. Megjithatë, rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment, ashtu siç ndryshojnë dhe dinamikat e lojës, dhe pavarësisht këtyre rezultateve, ai që do të largohet është Viserlo, pasi është produksioni ai që vendos, dhe Viserlo nuk ka më se çfarë t'i jap në shtëpi, duke qenë se dhe linja e jetës së tij u prezantua për publikun. Kujtojmë se këta persona shkuan në televotim si pasojë e thyerjes së rregullave, të cilët her pas here fshihnin cigaret dhe sendet personale, ndaj vëllai i madh vendosi që t'i dënoj. Po ju, kush mendoni se do të largohet?